Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin e sotëm Impact. Sonte do të flasim për propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili më në fund ka hyrë në procedurë parlamentare. Që në fillim ky propozim ligj ka nxitur reagime nga ana e opozitës shqiptare, e cila pretendon se ligji nuk garanton përfaqësim të denjë për shqiptarët. Nga ana tjetër, pushteti argumenton se ligji përpos që garanton barazi, garanton edhe meritokraci. Për këtë dhe temat të tjera aktuale në vend, sonte do të flasim me zëdhënësën e qeverisë zonjën Venera Azizi, por fillimisht ju ftojmë që të ndjekim një material të përgatitur në lidhje me ligjin për përfaqësim dhe më pas do të zhvillojmë bisedën. Pas më shumë se një viti e gjysmë nga shfuqizimi i balansuesit, qeveria i dorëzoi Kuvendit propozim ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Pas debatit publik të organizuar në Kuvend, ligji u miratua në lexim të parë dhe pritet që ditëve në vijim të vazhdojnë aktivitetet e parapara në rregullore për miratimin e plotë të ligjit. Pavarësisht që balansuesi u soll me qëllim që të shërbejë si mekanizëm për të rregulluar përqindjen e përfaqësimit etnik të punësuarve në sektorin publik, ligji i propozuar nuk obligon deklarimin e përkatësisë etnike. Kjo është edhe arsye kryesore sepse opozita shqiptare përkundërshton këtë ligj. Nga BDI-ja vlerëson se ky propozim ligj është një tekst skandaloz, pa garanci juridike dhe pa mekanizma efektiv zbatimi. Madje ata janë shprehur se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, vetëm ligj për përfaqësim adekuat etnik nuk mund të quhet. Nga kjo parti kanë paralajmëruar se do të bllokojnë ligjin përmes amendamenteve. Ndërkohë, pushteti pretendon se ligji është i mirë dhe ka masa ndëshkuese në rast të mosbatimit të tij, siç është përgjegjësia politike dhe shkarkimi drejtorëve të cilët nuk respektojnë ligjin. Sipas koalicionit të vlen, ligji detyron institucionet të raportojnë dhe të japin llogari për gjetjen e përfaqësimit dhe garanton që asnjë institucion të mos e injorojë përfaqësimin e shqiptarëve dhe bashkësive tjera. Po ashtu, sipas tyre, ligji forcon meritokracinë dhe profesionalizmin, harmonizon legjislacionin dhe parimin kushtetues të përfaqësimit. Zonja Azizi, mirë se erdhët në studion tonë. Tuta, unë do të shprehem kështu drejt për drejt me emër, pasi që vi edhe nga fusha e juaj e gazetarisë dhe ndjehem kështu më afërt. Mirë se u gjeta të përgëzoj për emisionin që e bën dhe për gjitha informacionet që i sjell vazhdimisht dhe informon edhe publikun edhe neve. Faleminderit. Atëherë të kalojmë njëherë te tema e parë që kemi për sonte, e cila është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Siç dihet tashmë dhe opinioni e di tashmë se ligji ka hyrë në procedurë parlamentare, megjithatë po kundërshtohet nga opozita shqiptare. A qëndrojnë kritikat e opozitës se ligji nuk paraqet përfaqësim të drejtë për shqiptarët? Ligji kaloi leximin e parë, kaloi edhe debatin publik, ishin ekspertët aty, u shtruan të gjitha debate që ka të bëjë me ligjin. Ligji do të vazhdojë me procedurat parlamentare derisa të bëhet edhe votimi përfundimtar i ligjit, të sillet një ligj. Thonë se është shumë mirë sillet një ligj se sa një mekanizëm i thjeshtë. Akuzat e opozitës nuk mbajnë, për arsye se ata vetë e hoqën balansuesin. Balansuesi ishte një kalkulator i thjeshtë, sikurse unë sot që mund ta marr kalkulatorin e telefonit dhe të bëj 2 shqiptar apo 4 shqiptar janë në këtë institucion, mandej të bëj një plus dhe 2 shqiptar janë atje dhe 3 shqiptar janë atje, por pa mekanizëm mbrojtës, pa u ditur se deklarimi, pa u ndëshkuar deklarimi është i rrejshëm apo nuk është i rrejshëm. E hoqën vetë dhe kemi dëshmi që e hoqën vetë me kërkesë pikërisht 3 vite më parë. Në qershor të vitit 2023, shembull, kam këtu një mendim pozitiv që ka dhënë vetë Bujar Osmani, kur ishte në atë kohë ministër, 21 qershor të vitit 2023. Një tjetër mendim pozitiv për heqjen e balansuesit Kreshnik Bekteshi është këtu. Një tjetër mendim pozitiv nga Ministria e Drejtësisë që drejtohej nga Krenar Lloga. Një lloj është këtu, do me thënë 3 ministra u bën. Një tjetër mendim pozitiv për heqjen e balansuesit nga Fatmir Besimi. Prej kur do të vazhdoj vetëm edhe me 2 dhe do të përfundoj.
Një tjetër vendim pozitiv për heqjen e balansuesit nga jeton shaqiri dhe që është vetëm në gjuhën maqedone, nuk është as pak në gjuhën shqipe. Dhe një tjetër mendim i Fatmir Mexhitit nga shoqëria informatike dhe administrata, edhe ky është vetëm në maqedonisht dhe është pozitiv për ta hequr balansuesin. Tashti, në bazë të kësaj, parashtroj pyetja ime është retorike. Do me thënë, a kanë të drejtë flasin, a kanë të drejtë akuzojnë se ligji nuk bën, se është më mirë balansuesi, pas ka qenë balansuesi më mirë apo jo. Jo, ne me këtë ligj rregullojmë gjithë shka. Ligji është, në ligj ekziston një trup koordinues, trup mbikëqyrës, unë do të kisha thënë, jo një, po është organi kryesor, të cilin do ta udhëheq zëvendës kryeministri i parë, dhe e dim që zëvendës kryeministri i parë gjithmonë është shqiptar. Aty ekzistojnë edhe janë pjesë edhe të gjitha organet e tjera përbërëse, është edhe Ministria e Financave, është edhe Ministria e Administratës Publike. Nuk është e vërtet që nuk do të ketë sanksione, sepse që në start ka sanksione. Sanksionet janë, fillimisht do t'i përmendi sanksionet sa i përket deklarimeve të rajshme, aty askush nuk i përmend hiq më pak opozita. Në vetë ligjin qëndron se nëse deklarohesh rrejshëm, nëse deklaron emrin tënd rrejshëm dhe etnin tënd rrejshëm, atëherë do të bëhet një ndalesë për të marrë pjesë në atë konkurs, për të zënë vend në atë vend pune që e kërkon, po lëre që bëhet ajo ndalesë dhe 3 muajt e ardhshëm nuk do të kesh të drejtë askundi të aplikojsh. Më pas në ligj ekziston metodologjia. Metodologji e cila pas miratimit të ligjeve dhe akteve të tjera në ligjore do të plotësohet dhe do të sillen edhe do të plotësohet me sanksione apo ndëshkime të tjera të natyrës që do të vendosin ekspertët në këtë fushë. Dhe tani pyetja prap kthehem te ajo se si nuk bën një ligj kur vetë hoqën balansuesin. Ligj për përfaqësim dhe të drejtë dhe të barabartë, ky ligj për përfaqësim të drejtë dhe barabartë vije pas 35 viteve shtet. Maqedonia e Veriut si vjet feston 35 vjetorin e pavarësisë dhe ky ligj vije pikërisht tani, një herë për gjithmonë të pastrohet çështja e përfaqësimit të drejtë dhe të barabartë. Dhe unë kam vetëm një pyetje, si do të asqaroj opozita shqiptarëve se nëse nuk e mbështet dhe nëse po vazhdon të kritikoj këtë ligj, si do të arsyetohet para shqiptarëve se balansuesin e hoqën, janë kundër ligjit, atëherë me çfarë do të mbrojnë përfaqësimin e drejtë dhe të barabartë të shqiptarëve? Ajo është pyetja ime. Çfarë qëllimi janë bërë këto, janë dhënë këto mendime pozitive që të hiqet balansuesi dhe të sillet një ligj apo të sillet një mekanizëm tjetër? Jo, nuk ka, ligjin kanë pasur mundësi të sjellin, mekanizëm nuk kanë sjellur, 3 vjet ka shkuar kështu, ka qenë në një strategji, e cila në strategji thuhet se te i kalohet nevoja për zbatimin e pajisjes, unë do ta quaj ashtu, të balansuesit, e cila në praktik shkakton keqpërdorime të shumta. Pra vim këtu te keqpërdorimet. Me balansuesin janë keqpërdorur. Kishim tani, nëse zgaboj, institutin e standardizimeve, cila doli me disa shifra as pak të mira, ku në fakt, sipas statistikave, qëndron që 29% janë shqiptar, kur janë marrë të bëhen kontrole nga drejtori, vetëm 13% janë shqiptar, sepse automatikisht ne me balansuesin jemi përballur me deklarime të rrejshme. Kanë qenë të lirshëm, dikush shkohet punsohet, të deklaroje që në vend të shqiptarit është Maqedon apo në vend të Maqedonit të bëhet shqiptar. Dhe kjo është një keqpërdorim klasik i balansuesit. Edhe gjatë kohës balansuesit është dëshmuar se punësimi i shqiptarëve ka lëvizur me milimetra. Derisa nuk ka ekzistuar balansuesi, shqiptarët janë punësuar. Dhe pikërisht me ligj, do të vazhdoj ti analizojmë së bashku te UTA dhe pikërisht edhe popullata ta kuptoj këtë. Në këtë ligj, të ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për herë të parë me ligj rregullohet avancimi në vendet e punës. Ne kemi mira shqiptar të punësuar dhe të pa avancuar, ndërkohë që kanë hyrë më të ri dhe kanë përfunduar dhe magjistraturën,
janë bërë doktor shkencesh, dhe ata kanë ngecur në atë labirintin e sistematizimeve. Nuk janë sistematizuar fare. Dhe me këtë ligj tani parashihet edhe sistematizimi. Dhe gjithë shka tjetër, do me thënë, thash edhe një herë, sankcionet jo që nuk ka, dënime jo që nuk ka, se dënimi më i madh është dënimi nëse bie një institucion politik, apo një institucion qeveritar, si që është trupi koordinues që themelohet nga vetë qeveria. Ti gjobën mund të paguash, të vjen një gjobë, bën një shkelje, të vjen një gjobë prej 500, 1.000 euro, 2.000 euro, mirë po ndëshkimi që do të vije me shkarkim, apo kështu me radhë, është më i rëndë se ajo gjoba që do të paguajsh. Dhe ne këtu përfaqësimin e shqiptarëve po synojmë ta mbrojmë me ligj, dhe me asnjë mekanizëm tjetër. Ilustrove pak më herët në celularin tuaj se si ka funksionu mekanizmi... Unë vetëm e nxora kalkulatorin, asgjë më shumë. Po, si ka funksionu mekanizmi i balancuesit. Si do të funksionoj ky ligj, si do të verifikohen nëse dhënat që paraqesin kandidatët për punësim janë të sakta, për shembull nëse deklarohen me një etni që nuk i përkasin realisht, si do të verifikohet kjo? Po, pikërisht e përmenda unë, se në momentin kur do të deklarosh që i takon një etnie tjetër dhe do të bësh deklarim të rrejshëm sa i përket emrit dhe mbiemrit, ndërsa për bazë merret letër njoftimi dhe të gjitha dokumentet e tjera të identifikimit, atëherë do të penalizohesh. Normalisht që është trupi koordinues këtu dhe në bazë të metodologjisë do të rregullohen edhe organet e tjera të cilët do të marrin parasysh se kush deklaron rrejshëm dhe kush nuk deklaron. Do thotë kjo se çdo kandidat që paraqitet për punësim do të kalon nëpër filtrat e ndonjë komisioni të posaçëm në institucione. Po, ato gjitha gjërat rregullohen me metodologjinë, për atë arsye në ligj qëndron metodologjia, sepse gjithçka, të gjitha punësimet që do të bëhen, do të rregullohen përmes organeve të tjera që do të janë kompetente për të kontrolluar se je shqiptar, nuk je shqiptar, je rom, nuk je rom, apo diçka tjetër. Dhe mos ta harroj një gjë tjetër ta përmendi, nuk është e vërtetë se nuk ekziston mekanizëm se nëse shembull do ta marr presidentin e shtetit apo ndonjë kryetar komune nuk e përfill ligjin dhe nuk do të ketë ndëshkime, do të ketë ndëshkime për arsye se në trupin koordinues bëjnë pjesë edhe Ministria e Financave dhe Ministria e Administratës Publike dhe dihet se bëhet për çdo vit bëhet plani vjetor për punësime. Po e marrë rastin, shembull, një institucion kur bën plan vjetor për punësime, institucione qendrore, atëherë ato konsultohen edhe në fakt pëlqimet i marrin edhe nga Ministria e Financave edhe nga Ministria e Administratës Publike, të cilët janë pjesë e trupit koordinues të para me ligj. Në rastin e komunave, në këtë rast, atëherë e gjitha i planifikimi vjetor i punësimeve shkon përmes edhe konsultohet edhe Ministria e Administratës Publike dhe këtu nuk lën vend për mos ndëshkim. Nëse Ministria e Financave dhe Ministria e Administratës Publike e shohin që në planin vjetor nuk është para pa ajo që është me ligjin për përfaqësim, atëherë do të ketë ndëshkime, nuk do t'i lejohen ato punësime në fjalë. Dhe ja ku është mekanizmi ndëshkues. Pra me këtë kush i kontrollon institucionet, nëse kandidati kontrollohet nga një komision kuadër të një institucioni, nëse dhëna që ka paraqitur i ka të sakta, kush i kontrollon institucionet se apo e respektojnë ligjin? Trupi koordinues. Trupi koordinues do t'i kontrollon edhe institucionet. Raporti kryesor do t'jepet para trupit koordinues, trupi koordinues ka të drejtë të kërkojë raport nga secili institucion qendror dhe lokal se si po ecën përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Trupi do t'jetë me i jashtëm apo? Jo, trupi koordinues themelohet nga qeveria, është trup koordinues qeveritar, thash edhe më herët, të cilin do të udhëheqë zëvendës kryeministri i parë, që gjithnjë është shqiptar dhe mandej ka dhe ministri të tjera për qeverisje të mirë, për administratë publike, Ministria e Financave dhe janë agjensioni i punësimit dhe institucionet tjera që ndërlidhen, agjensioni i punësimit e përmenda, që ndërlidhen me ligjin në fjalë. Pra me një fjalë zëvendës kryeministri do të jetë kompetent për të parë nëse respektohet ligji për përfaqësim të drejtë. Po, me gjithë organet e tjera që janë të para me ligj, po thash edhe një herë do të përmendi se ky ligj edhe për herë të parë të gjithë mira shqiptarët që kanë ngelur në për institucione të pa avancuar, ata dhe do të avancohen në pas të ligjit në fjalë.
Besoj që e shterua më bukur këtu. Po, të gjitha partitë opozitare se tani më nuk veprojnë në kuadër të një koalicioni, por po veprojnë ndaras, kanë thënë se do ta kundërshtojnë ligjin, madje BDI ka paralajmëruar edhe amendamente për të kundërshtuar, për të bllokuar ligjin në komision. Si do t'i bindni partitë shqiptare se ky ligj është ligj i mirë dhe nuk qëndrojnë argumentet e tyre kundërshtuese? Ata së pari duhet të dalin publikisht ju tregojnë shqiptarëve se pse janë kundër ligjit, me fakte konkrete, të tregojnë se pse hoqën balansuesin me fakte konkrete, dhe të tregojnë se cili është hapi i radhës. Hapi i radhës është të propozojnë ndonjë ligj i cili na paraqet si minoritet shqiptarëve në kvotat e tyre, apo të na lënë zbrastir vakum, të na lënë pa ligj dhe pas gjë tjetër që do të rregullonte përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Ky ligj ja dhe një sfidë prej këtu, publikisht i pyes opozitën se si do t'ju përgjigjen shqiptarëve pse nuk e mbështesin ligjin, kur ka argumente, kur ka sanksione, kur me metodologjin parashihet gjithçka, kur mira shqiptarët që punojnë në administratën publike dhe kanë ngelur 2-13 vite, ndoshta edhe më shumë, pa avancuar, ende vazhdojnë të jenë të pa avancuar, ndërsa ligji i rregullon. Tani është çështje e tyre se si do të përgjigjen dhe a duhet ta mbrojnë apo jo. Është mirë na bashkangjiten, është mirë këtë ligj ta sjellim bashkarisht, sepse ju kemi borx shqiptarëve, ta rregullojmë një herë për gjithmonë. 35 vite pas pavarësisë së shtetit, ta rregullojmë çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Jemi në vitin 2026, nga qershori thash me argumente, nga qershori i vitit dhe në fundësht e fundit e kurrikut, vitit 2023 fiks para 3 viteve është hequr balansuesi dhe nuk kemi asgjë më tepër në këtë drejtim. Asnjë kontroll. A keni bërë përpjekje që të arrihet një konsensus brenda kampit politik shqiptar për një ligj të tillë që është një tematik e ndjeshme dhe për cilën debatohet vazhdimisht në këto vitet e fundit? Kanë pasur shansin 24 vite dhe nuk është vepruar asgjë. Tash ishte edhe debati publik ku kanë pasur të drejtën të gjithë marrin pjesë, ekspertët, të gjithë janë prezent, ata që vlerësojnë se duhet të ndryshojnë, duhet të shtojnë ndonjë amendamente kështu me radhë. 24 muaj na u desh të përgatisim një ligj. Këtu jemi, le ta mbështesim ligjin, nuk është asnjë problem, bile është shumë mirë nëse e mbështesim bashkërisht. Në rregull, atëherë të kalojmë te tema e dytë, një temë që po ashtu ka nxitur debat kohën e fundit është edhe provimi i jurisprudencës, për cilën studentët kanë paraqitur kërkesë që të jetë provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Megjithatë deri më tash nuk është ofruar një zgjidhje. Çka po ndodh me këtë çështje? Po ndërmerren aktivitete ose deri ku janë ato aktivitete? Të unë do të përsëritem, ta kenë popullata pak më të qartë, sepse para 2-3 ditëve qëndrova me disa profesor që më thanë pse e keni ndaluar dhënien e provimit të jurisprudencës. Dhe thash se nuk e kemi ndaluar, sepse provimi i jurisprudencës 35 vite nuk është dhënë asnjëherë në gjuhën shqipe. Kanë kaluar 20 qeveri për këto vite, për 35 vite pavarësi. Dhe asnjëherë nuk është dhënë provimi i jurisprudencës në gjuhën shqipe. Studentët shqiptar do ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, ashtu edhe siç ishte motoja e tyre në për protesta fol shqip o taj, shqip do të flasin në provimin e jurisprudencës. Jemi nga fundi i rumbullakimit të gjitha procedurave dhe unë nuk do të doja të jap shumë hollësi sepse është një komision ndërinstitucional i përbërë nga profesor dhe ekspert që janë duke punuar, që studentët shqiptar, ashtu siç i përfundojnë studimet në gjuhën e tyre amtare, një lloj ta japin edhe provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Tani më çështja nuk është se a do ta japin në gjuhën shqipe, ajo ka përfunduar, studentët do ta japin provimin në gjuhën shqipe të jurisprudencës pra,
Mbetet pyetja se kur dhe do të bëhet kjo me të gjitha, unë them shumë shpesh, me të gjitha nishanet. Kur them me të gjitha nishanet, do t'i mbyllim të gjitha vakumet ligjore, mos të kenë në të ardhmen kushdo që vije në pushtet, kushdo që ndrohet ndonjë qeveri, mos të kenë problem që të hasin ndonjë problematik të tillë, që pastaj të kenë prap problem me përdorimin e gjuhës shqipe në provimet e tyre të jurisprudencës, duke marrë parasysh se studentët që studiojnë jurisprudencën duhet ta mësojnë, ta japin provimin edhe në gjuhën shqipe. Po, ka pas shumë deklarata që kam premtuar zgjidhje dhe shpesher të përfaqësuesve të qeverisë dhe shpesher ato ndonjëherë kanë qenë edhe kontradiktore ndaj njëra tjetrës. Për shembull, zëvendës kryeministri i parë premtoi se javën tjetër do ketë zgjidhje, po nuk rezultoi ashtu. Pyetja është, apo punohet realisht në mënyrë aktive në këtë ligj, apo nuk është një ndër prioritetet e qeverisë, apo është... Jo, është prioriteti i qeverisë. Ka ngecë dikun puna? Jo, nuk ka ngecur puna, është prioritet i qeverisë, po punohet tashim të mbyllen të gjitha vakumet ligjore që mund të shkaktojnë probleme. Unë them edhe njëherë se u vonuan 35 vite, hajde që po i lejmë 35 vite, 25 vite nga marrëveshja Ohrid, po i lejmë edhe 25 vite, 24 vite që e morën pushtetin pushtetarët e kaluar, po i lejmë edhe 24 vite. Viti 2018, kur u soll edhe ligji për gjuhët, viti 2019, viti 2023, kur u hoqën edhe balancuese dhe gjithçka, ishin 5 ministra shqiptar të drejtësisë, ishte kryeministri shqiptar dhe prap mbeti sërisht provimi i jurisprudencës i pasgjidhur. Është duke u punuar, nëse është bërë ndonjë vonesë prej një jave, 2 apo kështu me radhë, është shumë më pak se vonesat që janë bërë 35 vite. Nuk ka ngecje as pak këtu, po thash që po punohet që gjithçka çdo finesë të përfundoje, ekspertët janë duke punuar dhe kur do të vijë në parlament ky ligj, do të ketë debat publik dhe të gjithë opinioni do të jetë i informuar, sepse si qeveri kemi vendosur që çdo ligj, çdo procedurë ta bëjmë në mënyrë transparente dhe jo të kontrabanduar. Gjithkush do të informohet për çdo hap që do ta bëjmë, përfshirë edhe provimin e jurisprudencës. Pra, të rrim të qetë se puna e komisionit nuk do të zgjasë 20 vite. Jo, as pak. Jo, as pak, se ata studentë që tashti i pam edhe në absolventiada, atëherë do të bëhen shumë pleq për ta marrë provimin në gjuhën shqipe. Do ta marrin shumë shpejt provimin në gjuhën shqipe. Në rregull. Në procedurë parlamentare është edhe propozim ligji për lojrat e fatit. Çka pritet me ndryshu ky ligj në opinion? Po, në opinion. Pasi që numri i përdoruesve apo numri i qytetarëve që luajnë bigjos është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Po, sipas statistikave është rritur ndjeshëm, unë vetëm bazohem statistika që japin ekspertët. Diku sipas një gazetari që isha në intervistë më pyeti, tha 2.8 miliard euro parate qytetarëve, nga xhepi i qytetarëve shkojnë drejt për drejt në biznesin e kazinove. 2.8 miliard, që janë shumë para. Në vend që të shkojnë, po, vetëm në vitin 2025. Në vend që të shkojnë në familje, në zhvillimin e familjes e kështu me radhë mirë, nuk do të hy shumë detalje në këtë drejtim, po do të them që ligji tash për tash ka kaluar fazën e parë dhe ky ligj një lloj sikurse ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ligji kaloi fazën e parë dhe tash do të vijë edhe procedura e debatit publik. Pastaj amendamente që do të shtohen në këtë drejtim, do të ndjeken komisionet gjegjëse dhe do të jetë edhe votimi përfundimtar për të filluar të zbatuar ky ligj. Ligji në fjalë është përpunuar, është përpiluar hap pas hapi, duke pasur parasysh të gjitha fushat, duke pasur parasysh edhe faktin se ajo që po synojmë është mbrojtja e qytetarëve nga varfërimi, sepse kazinot, bigjozi, kumari sjellin në varfërim. Mbrojtja e fëmijëve, mbrojtja e nënave, mbrojtja e të rinjve.
Do të nisem një nga një, mbrojtja e kur thash fëmijëve, kazinot apo gjithçka që paraqet si kumar, do të largohen 500 metra, do të jenë larg shkollave, përfshin edhe urdhra. Te kjo pjesë ka pasur kritika se propozimi i ligjit nuk e precizon se do të jenë 500 metra në distancë ajrore apo toksore. Atëherë Unë tash shumë një shembull të thjeshtë me që jemi në Çajir, do ta jap një shembull të thjeshtë për Çajirin. Kemi 10 shkolla dhe kemi 24 kazino. Dhe jemi 3.4 kilometra katror territor. Dhe gjithë këto kazino që janë afër shkollave do të largohen. Pa marrë parasysh cila është metoda e matjes, 500 metra larg shkollave do të jenë. Fëmijët nuk do të kalojnë më pranë kazinove për të hyrë në shkollë. Nuk do të ketë as aparate në vend pagesat e ku luhen baste. Nuk do të ketë as reklama, nuk do të rriten fëmijët duke shkuar, nuk do të shkojnë në shkollë duke parë reklama të kazinove. Pra reklamat do të zhvendosen, nuk do të jenë prezente as si jashtë vend pagesave apo kazinove dhe kështu me radhë. Do të largohen larg 500 metra. Gjithçka kemi edhe në konsultime e kemi sjellur këtë ligj, thash edhe është bërë hap pas hapi. Do të ulin varfërinë tek qytetarët, sepse jemi dëshmitar se kemi hyrë në një rreth edhe vicioz sa i përket kazinove, kumarit edhe kredive të shpejta, sepse edhe në atë drejtim jemi duke marrë hapa që s'do doja të flas më tepër sepse është duke u punuar ajo pjesë e ligjit në Ministrinë e Financave. Po, Komisioni për Financa, Komisioni Parlamentar ka pranuar kërkesën e industrisë së lojrave të fatit për të pasur një debat publik mbi këtë propozim ligj. Apo tentojnë ato që ta zvarisin këtë ligj, pasi që dihet se disa herë ka dështu një tentative kuvendit për të sjellë ligj për lojrat e fatit. Çka nënkupton kjo që pranimi i kërkesës për debat publik? Unë punëtorët që punojnë në industrinë e kazinos dhe gjitha kërkesat e tyre nuk do t'i komentoja, debati publik po se po do të mbahet dhe do t'jenë në parlament, janë të mirë se ardhur, po unë do të parashtroja një pyetje retorike për të gjitha ata që po ngrejnë zërin se konkretisht, kërkesa është që mos largohen nga shkollat. Unë parashtroj një pyetje, pse kanë aq të rëndësishme që të jenë pranë shkolla dhe pse kanë aq të rëndësishme mos sillet një ligj kur nuk kemi patur asnjë rregull të kazino biznesi. Kërkesa e tyre, a do të thotë kjo se do të merren? Jo, është planuar se ne jemi transparent dhe dojmë të jenë të kyçur të gjitha palët në sjelljen e një ligji dhe do të qëndrojmë transparent, sepse deri tani ka funksionuar kazino biznesi pa asnjë lloj kontrolle. Tash që do të vendoset një lloj kontrolle, thash edhe më herët se do të jenë larg 500 metra shkollave. Po tentojmë të mbrojmë rinin, po tentojmë të mbrojmë fëmijët, po tentojmë të mbrojmë popullatën nga varfërimi. Kumari nuk bjen të mirë, bjen veç të keqe. A e keni shërtu, ose apo e shërtoni edhe verzionin që këto objekte të largohen tërësisht nga vendbanimet, siç është bërë në disa vende të rajonit? Ky është vetëm hapi i parë, mandej në bazë të parametrave, në bazë të analizave të institucioneve gjegjëse edhe do të veprohet. Ky është hapi i parë dhe vlerësojmë si qeveri se është hapi suksesshëm që po e bëjmë, sepse po synojmë të mbrojmë shoqërinë tonë dhe asgjë më tepër. Dhe të vendosim një lloj mos jetë gjithçka jashtë kontrollit. Ne vetëm për një vit, më pak se një vit, madje të uta, kemi mbyllur 358 platforma online të jashtme të kazinove. Çdo informacion që vije në Ministrinë e Transformimit Digital se ekziston një platformë online, luhet online ilegalisht kumar, veprojmë me njëherë dhe me njëherë mbyllen. Dhe ky nuk është një sukses i vogël. E nisëm me këtë sukses, 358, e nisëm me mbylljen e kazinove online, po vazhdojmë me një ligj dhe kjo le të jetë përmbar. Vazhdojmë edhe më tej të mbrojmë popullatën. Në rregull, të shpresojmë se ashtu do të rezultojë dhe ligji pasi të sillet do të zbatohet plotësisht. Shpresojmë që të dyja. Faleminderit shumë për kohën tënde. Faleminderit edhe ty, Teuta, ju uroj suksese dhe jemi këtu për çdo informacion
dhe për çdo gjë që do t'i ndajmë bashkë. Unë për mbylljen e emisionit do ta bëj sot me një licencë që do t'ua tregoj qytetarëve, që të rinë rehat sa i përket edhe provimit të jurisprudencës, sepse ne veç tani më kemi reguluar 4 provime dhe licenca në fushën e punës dhe politikës sociale, që kanë filluar të jepen pikërisht në vitin 2025. Unë do doja ta ktheja këtë licencë nga kamera. Këtu licenca është në vitin 2021 vetëm në gjuhën maqedone dhe këtu licenca është në vitin 2025 në 8 gjuhat. Të rinë rehat edhe studentët edhe qytetarët se shembull më i mirë se kjo nuk ka. Kjo është për edukatorët dhe të gjithë të tjera që punojnë në fushën e punës dhe politikës sociale. Një lloj kemi reguluar edhe provimet për mjekët. Dhe me këtë ju falenderoj shumë që më ftuat në emision. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim intervistën edhe për sonte, bashkë do të shihemi javën tjetër.